është gazetar, ai është njëri prej nesh, emrin e ka Osman Stafa! 10 ditë qëndres, 10 ditë shpes për shqiptarët, 10 ditë qëndres që ky kop nuk e ka parë në 36 vite. Është protesta që nuk e ka thirrë Shqipëria, që nuk e ka thirrë partia, por e ka thirrë Shqipëria. E ka thirrë Shqipëria kundër korrupsionit, kundër rritjes së çmimeve, kundër situatës në spitale, kundër arsimit të degraduar. A e dini çfarë kemi bërë? Me 10 ditë protest, me 10 ditë qëndres, keni çmendur një njeri të mbrapa. A e keni parë se si sillet? A keni parë njeri 2 metra të bëhet qesharak, të bëjë fytyra? Ai është kryeministri, duhet përgjigjet dhe jo të bëhet aktor humori. Pacientët janë pa ilaçe. Një qytetar nga Fieri u kthye mbrapsht pa ilaçe. Pacientët e hematologjisë 4 muaj pa ilaçe. 4 muaj që vojnë nga kanci dhe janë pa ilaçe. Ku është shëndetësia shqiptare sot? Paguajmë sigurime shëndetësore e paguajmë mjekun dorë, se këtë sistem ka ngritur. Shkojmë të gjithë në për private, shkojmë të gjithë në Itali. Kemi shpresë vetëm të GoFundMe, tek ju, sepse s'mure fëmijët, dhe s'mure prindërit. A e dini ju se qytetarët e Librashtit, Prenjasit, Bogadecit, për shëndetësin, për ushqimin, për naftën shkojnë në Maqedoni. A e dini ju se qytetarët e Dibrës shkojnë në Maqedoni për naftën, për ushqimin? A e dini ju se Korça, Saranda, Gjirokastra shkojnë në Greqi për arsimin, për shëndetësin, për ushqimet, për naftën? A dini se Tropoja, se Kuksi shkojnë në Kosovë për shëndetësi, për ushqim, për naftë? Po qofse ne kemi një qeveri që s'na jep as shëndetësi, as naftë, as ushqime, për çfarë e duam? Toleqe! 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 Një thirrje të fundit për diasporën. Një thirrje të fundit për diasporën. I kanë larguar se i kanë lënë pa shpresë. Që mos bëni dhe ju kështu. Lajmëroni të afërmit tuaj të vinë në Shqipëri. Kjo që po ndodh është histori. Kjo që po ndodh nuk kthehet më. Kjo që po ndodh duhet shuar fund. Shqipëria është e jona dhe nuk duhet ta lëmë në dorë të këtyre hajdutëve. 36 vite politik në kanë vjedhur, në kanë rjepur, në kanë sakatuar. E jemi bërë për bukën e gojës, mos folë si buka e gojës. Ta vrasim mitin dhe t'jemi gjithë në shesh. Toleqe! Toleqe!